Pas përfundimit të shtresës së parë të asfaltit, puna po vijon me hedhjen e shtresës së dytë në rrugët e brendshme të lagjes së numër 2 të qytetit të Kukësit. Bëhet fjalë për një investim të domosdoshëm që përfshin të gjitha ndërhyrjet e nevojshme në infrastrukturën mbi dhe nën tokësore të kësaj lagje. Kemi vazhduar shtresën e dytë të asfaltit, tapetin, jemi drejt përfundimit të njërës pjesë të lagjes 2 dhe shumë shpejt në ditët në vijim do vazhdojmë edhe asfaltimin në pjesën e mbetur. Ajson Lala, inxhinier e kompanisë sipërmarrëse dhe të tjera tha se paralelisht do të ndërtohet edhe sistemimi i lulishteve, si dhe do të vendosen shtyllat e ndriçimit të publik në pjesën e sipërme të lagjes 2. Në vijim do nisë sistemimi i lulishteve, do vendosen shtyllat e ndriçimit, mbyllet projekti i rikonstruksionit të lagjes 3 dhe 2. Ky projekt, siç dihet, është financuar nga Fondi Shqiptar i Zhvillimit në bashkëpunim me Bashkinë e Kukësit me një vlerë për rreth 5 milion eurosh dhe pritet të përmirësojë ndjeshëm cilësinë e jetesës së banorëve të lagjes numër 2.